Fundin e vitit dua ta mbyll me një tregim kushtuar shportës shqip dhe besimit tim të madh tek bujësia, te blegtoria, te prodhimi vendas, i cili mund të na shpëtojë në 2026-ën. Mund të na fundos. Por, unë dua të flas për lajmet mira. Unë besoj fort se e mira sjell të mirën. Duke i thënë faleminderit, duke treguar mirënjohje, duke treguar vlerën e gjërave dhe jo vetëm çmimin e tyre, ne fillojmë edhe kuptojmë pastaj se mund t'i adhurojmë njëri tjetrit, se kjo vlen, se kjo bën. Dhe nëse vlen, e bën, e ka vlerë, atëre ti adhuron të afërtit, të mikut, shkon me një sport si kjo që më erdhi mua këtu, nuk e ngre dot se shumë e rëndë. Nuk më erdhën një në fakt, më erdhën shumë, erdhën nga Mrizi Zanave, erdhën për gjithë stafin dhe bashkëpunëtorët e Dritare Televizion. Ishte një dhuratë fantastike, por përveç të gjithës, ajo që më pëlqeu për syt ishte vizivisht e bukur, një makinë e Mrizit, njerëz të veshur me uniformat e Mrizit dhe brenda shportat e bëra nga njerëzit e Mrizit. Dhe kur them njerëzit e Mrizit, janë njerëzit e Fishtës, janë njerëzit e Lezhës, janë njerëzit që prodhojnë dhe paketojnë bukur atë që prodhojnë. Më besoni, nuk është vetëm një sport. Fut ca gjëra edhe dhuroj, i që qafe, oqa dhe një, oqa edhe dash. Unë ndjej gëzim kur dikush më dhuron një gjë shqiptare. Dhe mendoj gjithmonë për njeriu që e bëri. E mendoj, sikundër unë uroj që ju të mendoni për mua, kur flas, që nuk jam thjesht unë e ullur këtu me pak make-up, po jam një njeri që jam zgjuar herët, që dikush ka ardhur të më bëj make-upin, që dikush është pas meje, ka vënë këtë pamjen, që ka zgjedhur imazhin e duhur, që dikush është aty në regji dhe po punon edhe me mua dhe me diçka tjetër se duhet bëj 7-8 punë, se ne jemi të vegjël dhe i bëjmë të gjitha nga pak, dhe këtu ka shumë njerëz që punojnë, dhe ndërsa unë duke me buzëqesh mbas meje. Kështu është dhe kjo sport, nuk është vetëm Altini, unë shoh Altinin këtu, shoh Altinin, shoh marketingun e Altinit, shoh mendjen e tij të artë, shoh ardhin e Altinit në Tiranë dhe kjo na ngacmoi dhe vajtëm ta pyesnim çfarë do bësh në Tiranë. Dhe Altini tha, jo restorant. Se po të bëj një restorant, do i prish punë Mrizit. E jo Mrizi si atje si këtu para do bëj se tani është në sistem. Por njerëzve që punojnë për Mrizin, familjeve që i kanë kushtuar jetën Mrizit, që janë këtu, që bëjnë të verën e cila nuk është thjesht një verë, se ti mund të fusësh një verë në shishe dhe thua, ja ku e ke. Po shiko, ka emër, quhet kuven, ka fytyrë, ka tregim, edhe në fund ka logo, ka brand, është Mrizi Zanave. Ka shumë kjo, ka shumë punë për ta sjell këtë. E pastaj ti vazhdon me likerin Blackberry, është likeri Blackberry i Mrizit, fantastike, dhe tregon, ja po e lexoj. Është artë më vete edhe tregimi edhe paketimi, janë artë më vete, edhe pastaj çuarja tek publiku. Se nuk e lë e hethe edhe do vinë ta marrin shportën. Shporta do fabul. Dhe para se të shkosh ke fabula, që unë ta marrë në dorë, duhet kem çfarë të lexoj, se si që të bëj unë, të marrë të them, kjo është një gjë shumë e bukur se mua më kam bërë, unë do ju bëj reklam, jo, nuk shkon e kupton ai tjetri, kur e ke nga shpirti dhe kur e ke nga xhepi. E kupton dallimin. Dhe unë e kam nga shpirti, ato që bëj. Jam pasyze tani. Ky liker është përgatitur në mënyrë artizanale, në laboratorët e restorantit dhe manaferat janë mbledhur me dorë nga banorët e Pukës. Da, doli emri. Nga banorët e Pukës, ja, se duhet shtrirë pak. Unë thash vetëm Fishtë edhe Lezhë, jo. Ja, pa fund fshatra që ja kanë kushtuar jetën tregtimit dhe bërjes së kësaj shporte. Atëherë, kemi djathë në verë. Dhe te kjo, ai vë të gjitha vlerat energjike, ke yndyrnat, sa yndyr ka, goxha, mashallah yndyra, karbohidratet, sheqernat, fantastike. Fantastike, i ka shkruar, është ambalazhuar në këtë vit, përdoret deri në këtë vit, më në ambalazhuar në 12-25, përdoret deri në 24, 12-26, është pesha, është sa kushton. Ja ku e ke, djathi me verë. Dhe për të vazhduar me radhë, me djathin me ara, i cili është kaçkavall me ara dhe tregon përsëri vlerat dhe të gjitha. Këtu duhet të ketë, këtu nuk e ka treguar çuditërisht. Si ka mundësi që nuk e thot, ky është
nuk e di nuk besoj se është sallam, do të thënë është mish i përpunuar, po nuk e pas ka thënë. Çuti. Altini thotë të gjitha. Pastaj kjo është shumë e bukur. Palafike i thoshim në dikur, pa palafike s'kishte vitëri. Tani i sillin në një mënyrë tjetër, por përsëri patos ka vitëri, sepse çdo familje dhe çdo vend ka traditën e vet. Nuk e di, unë në time në Vlorë, palafiqet, i kishim pjesë shportës, pjesë asaj qesës me letër, ku ti fusje një palafik, një portokallë, një mandarinë dhe qefi madh, erdhën po shpërndajmë dhuratat. Po e di pse ishte qefi madh, jo vetëm se ishin fëmijë dhe skuptonin, po se ishin gjërat tona dhe i shpërndanin me njëri tjetrin. Dikush çonte pak baklava, pak kadaif, shëndet lirë, revani, çfarë bënin, ndanin ato gjërat që bënin, të cilat ne themi ishim të varfër kaq kishim. Po jo më ishin tonat, ato prodhonim, ato bënim dhe i ndanim dhe i shijonim dhe ishte bukur dhe kishin vlerë. Kjo ishte e bukur. Dhe prandaj kjo sport mua pëlqen pafund për çdo gjë që ka dhe dua ta lexoj emër për emër çdo gjë. Kjo është vaj ulliri. Jo, s'e ka thjesht vaj ulliri, që ka turshi me bamje me vaj ulliri. Kujt i ka vajt mendja ti bëj bamje turshi? Unë bamjet nuk i ha, por turshit me bamje do i provoj. Dhe kjo turshi është përgatitur në mënyrë artizanale në laboratorët e restorantit dhe bamjet janë mbledhur me dorë nga banorët e Zadrimës. Bekuar qofshin banorët e Zadrimës, të Pukës dhe të Fishtës, të cilit të Lapardas, të cilit do fshat në Shqipëri që mbledh me dorë prodhimin vendas, prodhimin e bekuar vendas. Dhe bekuar qofshin mendjet e arta të njerëzve që din t'i paketojnë dhe din t'i tregojnë. Dhe unë do i kushtohem pafundësisht tregimit të shportave shqip. Sepse kjo është mënyra e vetme se si mund ta mbajmë industrinë tonë bujqësore, se si mund ta mbajmë prodhimin vendas, se si mund t'i mbajmë njerëzit këtu. Nuk ka mënyrë tjetër. Të paktën nga çfarë dim. Megjithatë, sa e bukur kjo është liko. Ky është reçel. Reçeli më kuptohet, është shqip dhe anglisht, do gjë e treguar dhe shumë mirë, sepse këto i blejmë ne, i blejnë edhe të huajt. Reçeli përgatitur në mënyrë artizanale, laboratorët e restorantit, me portokalle mbledhur në dorë nga banorët e Zadrimës. Herë tjetër, duhet i mbledhim në dorë banorët e Vlorës, për shembull. Për shembull, mund të vende portokalle të Vlorës. Megjithëse unë Vlora, po unë në Lushnjë i kam ngrënë portokallet më të mira. Kështu që faleminderit Lushnja. Dalova buzrrugë dhe bleva ca portokalle limona që s'do t'i harroj kurrë. Dhe thash Vlora, po Lushnja punon. Nëse në Vlorë kam probleme me ujin që uroj t'i zgjidhin, se nuk është problem i pasgjidhshëm. Unë mendoj që është problem i krijuar nga njeriu dhe nga njeriu do zgjidhet. Dikush duke u ndëshkuar e dikush duke pranuar që do ndëshkohesh, po punove mirë edhe po vodhe shumë. Tani kjo është natyrale, duhet na duket natyrale. Dhe vazhdojmë me domatet e thata, përgatitur në mënyrë artizanale në laboratorët e restorantit, mbledhur nga banorët e Zadrimës. Zadrima, më sjell në mendje ato picetat, ato me siguri dhe kjo është bërë atje, nuk e di, nuk e thot shporta, po do duhet ta thoshte, se kjo sport është vepër arti, është e bukur, është shumë e bukur. Dhe çdo gjë që është në këtë sport, përfshi edhe gështenjat që kam unë këtu, gështenjat që i ëngrat e Mrizi në Tiranë, i ëngrat të pjekura dhe në shtëpi akoma i mbaj aty, them do t'i bëj akoma, po ke Mrizi u futa, i ëngrat gjitha. Këtu përsëri kemi reçelin e fikut e egër, përsëri Zadrima, mendo është Zadrima si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu është kur punon shumë, të gjitha i bën ti. Bekuar qofshin gratë. Edhe burrat, patyshim. Përsëri Zadrima ka bërë një shurup të përgatitur në mënyrë artizanale me boçet e pishës. Dhe ti kur të bësh ato petullat e mëngjesit në datën 31, se në 1 nuk të hahet, besoj, mos haro ti edhësh pak shurup me boçe pishe. A e ne, në rregull? Apo je në Gjermani ti atë ditë? Tona iki në Gjermani, inshallah se mbajnë. Kjo është arsyeja pse unë flas. Sepse do doja shumë që vitin tjetër, dhe ky është një qëllim i dritarit televizion, të flas më shumë për njerëzit që janë këtu. Sepse fol për ata që kanë dalë jashtë, edhe regjia ime po ikën në Gjermani për fund vit, edhe një mendje ka, jam e sigurt se kemi folur, po e di këtë që po na doli edhe rim. Të rinj jemi, e marrim jetën para. Se di, gjithmonë kam pasur droje të them sa mirë është këtu, sepse sa herë them sa mirë është këtu, ndodh ndonjë gjë. Po unë besoj fort që këtu është mirë dhe do jetë shumë më mirë, po t'jemi të gjithë bashkë dhe t'japim një dorë, dhe të vendosim të mos ta braktisim se është jona.
Është toka shqip, që prodhon shportat shqip, që prodhon ushqimin shqip, që prodhon djesit shqip, që s'je pas një tokë. Je kudo i vajtur, je kudo emigrant, je kudo në kërkim të një vëndi bosh mes disa vëndeve të tjera për të gjetur vëndin tënd dhe të thua të vej ku të vej, unë do e bëj për fëmijët. Po dhe ne kemi drejt të jetojmë. Jo vetëm fëmijët tanë, siç kishin prindërit tanë. Nuk mundet çdo brez të sakrifikohet për fëmijët dhe pastaj për fëmijët që të sakrifikohen, për fëmijët e tyre. Dhe nga sakrifica në sakrificë nuk ja dolëm dot që sakrificën ta bëjmë këtu. Siç po e bën Altini Mrizit, të cilin e çmoi pafund, bashkë me gratë dhe burrat që prodhojnë dhe tregtojnë dhe tregojnë shqip. Këto shportat që na erdhën dhurat, por nuk janë vetëm ato. Unë për shembull, vitin e ri timin, mund të thuash kam adoptuar një qytet të tërë, siç është Berati. Dhe vitin e ri e kam tema Berati. Sepse baklavan e kam marrë në një furrë Berati. Gjelin me kanë sjell nga restorant Lisi, që është një restorant fantastik në të dalë, në Shpiraga, afër Shpiragut. Ata u kujdesën për gjelat dhe më thanë që shko më parë që do ta dërgojmë gjelin në këtë datë. Dhe erdhi gjeli i vitit të ri. I ushqyer me ullim Berati. Ullim të haruan të mi sjellin, po kam për të marrë dhe ullim në Berat. Pastaj, kulaçin, për të bërë, sepse ne në Vlorë dhe në Berat, unë i kam të dyja origjinat, bëjmë përshesh për vit të ri. Dhe kulaçin e bëra në furrën e Beratit. Ata ma sollën të gatshëm, ne e shkërmoqëm, unë siç bënin në shtëpinë tonë, fëmijët mblidheshin dhe bënin gati kulaçin këtë bëra unë dhe fëmijët i thash uluni dhe bëheni. Dhe pastaj kur erdhi përsheshi i bërë nga unë, jo në mënyrë më të mirë të mundshme, po ere pare provova ta bëj më mirë mot, kalamajt u kënaqëm. Dhe unë këtë ndjesi mbaj mend nga viti i ri. Momentet e përgatitjes, jo momentin çahaja, po si përgatiteshim që të ndodhte tavolina me të gjitha shqip. Me të gjitha nga Berati, thoshte nëna ime, kështu mburej ajo se kështu e ndjente kënaqësinë dhe faktin që nuk mund shkonte në Berat, kur Berati vinte në tavolinë. Mi ka trashëguar mua, unë tani për vit të ri kujdesem që për Krishtlindjen në fakt e bëra kësaj radhe, për Krishtlindje i bëra të gjitha, se për vit të ri do jem në shtëpi do jem ke nëna e tim shoqi. Dhe u kujdesa që gjithçka ishte nga Berati, përfshirë në tavolinë, në tryez, karafilat e Beratit, të cilat i kam marrë në Berat në kujtim të nënës sime. Dhe kjo është ajo që mund të bëjmë, të adoptojmë një qytet apo një fshat, po e mira do ishte një fshat, të origjinës sonë, të origjinës së familjes së burit, familjes ku kemi hyrë. Dhe të mos e mendojmë vetëm aty një ditë kur të ndahen toka do vemi të bëjmë një shtëpi, ose atje është shumë larg kur të bëhet rruga do vemi. Po të krijojmë mundësi njerëzve që janë atë fshat. T'ja u themi që në janar, që vitin e ri, unë do ta bëj me gjërat që do marr këtu. Dhe pastaj, nga një sport, kthehet në një zakon të përmuajshëm. Dhe do vesh në bazë të prodhimit të atij muaji të marrësh çfarë ka muaj. Dhe kur t'i japësh ato parat atij njeriu, ai do e shikoj që puna e tij vlen, dhe jo ta para për lëmosh. Po para. Se ky ushqim vlen shumë. Vlen shumë më tepër se ajo që ne marrim në marketet që na kanë përmbushur dhe nuk ja dim origjinën, edhe pse kujtojmë se a din, edhe pse ata e shkruajnë bukur. Kjo është origjina jon, shqiptare. U çmendëm, tha dikush mas mjaltit që vjen nga jashtë, a thua ti u përmbyt, tha u bë çudia dhe erdhi gjithë ai mjalti famshëm, pa them emrin se s'kemi pse e shajm, me siguri një gjë të mirë ka dhe ai që e marrin gjithë. Po mjalti i mirë është këtu, është vendas, është i bletëve tona që kullosin në tokat tona. Dhe unë e them po, sepse mua më dhuruan diçka nga Kosova, dhe më ka për shumë përshtypje. Vetëm 2 herë përdora propolisin për grykët dhe u shërova, iku viroza. Është e vërtet. Më vjen keq që ai nuk bën transport, po thotë e janë këtu, po nuk e di ta gjej mënyrën, ose ta tregojnë vendin e duhur të propolisit të duhur për ta shëruar kur kemi viroza, se mjaft me besimin që jashtë është më e mira. Ja pra. Ja që është këtu, ja që është brenda. Dhe ajo që unë mund të bëj është që ta them nga shpirti, ta them me të vërtetë atë që shikoj, që si këto prodhime që unë më dhurohen, që blej, që i kërkoj, që ndaloj në rrugë dhe i gjej. Unë ju besoj fort, për flasë për rrugët e qyteteve. Këtu në rrugët e Tiranës kam një lloj droje, se nuk e di kur shikoj ato zonja, më vjen shumë keq, po kam një lloj droje me atë spinaqin e shitur në rrugë, e hedhur në rrugë aty dhe
kap droje, kështu që ato të mos ndodhin, që të mos vinë ato zonjat e t'i plasin gjërat në mes të pluhurit. Le ta adoptojmë një fshat. Duke u mësuar pastaj edhe me fëmijët tanë, t'i çojmë atje dhe ta shohim fshatin, ta ndjejmë fshatin, ta kuptojmë fshatin. Mbase ka ardhur koha e kthimit. Mbase ka ardhur koha ta kuptojmë që, i bëm të gjitha, e bëm rrugën tonë 30 vjeçare, e pushtuam Tiranën. Mbase ka ardhur koha të rikthehemi. Nga nisëm, në fillim njërë një javë, njërë muaj, njërë në 2 javë. Në fillim duke adoptuar një sport shqip, pastaj duke adoptuar një cop tok, duke rezervuar një ushqim për Pashkët, për Bajram, për 8 Mars, për ditëlindje, një drek, një piknik. Të kthejmë fort syt nga jona, nga fshati, nga toka. Se unë e besoj atë frazën që bëhe sa së zhvonë, një ditë do jetë vonë, do jetë e pamundur. Do vi shumë shpejt, jemi shumë pak, jemi vend i vogël. Po se vlerësuam ne veten, po e lam, do na e marrin. Nuk do na e rrëmbejnë, do e kemi shitur ne. Ai që a di vlerën do ta marrë atë që ti s'e di vlerën. Prandaj është e rëndësishme ta kuptojmë vlerën asaj që bëjmë, të dimë ta tregojmë, ta paketojmë, se pa paketim është e vështirë, e hedhur në kavanoz, ti e ri e shikon kështu. E më solli dikush në fakt, më solli sa mullin një kuti plastike. Më tha që mi solli nga një vend. Dhe po shikoja, thash, po tani origjina, shkruaj aty një fjalë. Në duhet të tregosh origjinën, duhet të harxhosh për paketimin, duhet të harxhosh për marketingun. Sepse mallrat e huaja kanë gati, e bëjnë marketingun ato, ne prandaj na vrasin veshin, se është marketing i gatshëm. Ndërsa shqiptarët nuk e kanë këtë mundësi, e para s'kan paraj shumë, e dyta nuk kanë edhe kanë përshtypjen kanë këtë tjetër, do të thonë që nuk ka buxhet marketingu. Buxheti marketingut për ta është i jepi ndonjë lek atij që të çan. Nuk e di pse është kaq e fortë kjo në Shqipëri. Jepi lek atij që të çan. Atij që tregon faleminderit shumë e ka për detyrë. Shumë mirë bën që na falenderon. Ndërsa ai që më shan paguaj. E ky nuk është marketing, ky është vrasës, ky do të kthejë në bumerang. Ai që të pshan, ai që dëgjobash mercenar, do duhet ta mbash gjithkohës me lek. Ai nuk ngopet kur, ai s'do shërbej kur. Shkëputet këtë marrëdhënie toksike. Nuk ka nevojë kjo sport. 2026, qoftë viti i shpjegimit të sa gjërave më shqip, i pastrimit, i besimit e jotja të mban në çdo kohë. Shporta jote të ushqen, të shëron, të shpëton, të mban këtu. Të shëron ty, të shpëton ty, shumë familje tjera dhe vetë vendin. Që është një parajs e vogël mbi tokë, që ka nevojë për organizim dhe koordinim, për paketim dhe tregim. Dhe të gjitha mund t'i bëjmë bashkë, duke vendosur ta duam vendin ton, ta tregojmë dhe ta vlerësojmë. Po s'di të ta vlerësosh, nuk e çmon, dhe po nuk e çmove, nuk e merr, nuk ja merr dhe thua, jo, kaq. Edhe bën pazar pastaj, jo aq, po kaq. Edhe i hedh ato parat për çfarë? Për patatina, për Coca-Cola, edhe për cigare elektronike. Që mallkuar qofshin, me thon drejtën, sepse mjaft. Na gënjyen boll, tani do vazhdojnë na gënjejnë. Gëzuar 2026. Nuk dua të them asnjë fjalë të keqe në fund, dua të them vetëm na prift një vit i mbar. Për bujqësinë, për tokën, për natyrën, për tonën. Ato do na ndihmojnë të shpëtojnë. Gëzuar.